Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recet tjetër supe. Recet sup me brokull, karrot, presh e oriz. Është një recet që përgatitet shumë shpejt për 10 minuta. Është e mrekullueshme si për familjarët e tuaj, për juve, po dhe për fëmijët e vegjël mbi moshën 1 vjeç. Shifeni sa kremoze dhe sa e mirë që është bërë. Fillojmë ta përgatisim. Vendosim tenxherën në zjarr. Dhe më pas do të vendosim preshat, ku i kemi prerë në rota, vetëm kërcellin pa gjethet. Vendosim orizin, ku e kemi larë më përpara, brokullin, 3-4 lule brokulli, karotën e grirë, vajin e ullirit, vendosim gjithashtu dhe ujin e ftohtë. Do t'i lëmë të zjejnë perimet, i vendosim kapakun, dhe do e lëmë sa të filloj të marrë atë fillimin e zjerjes së parë, siç po e shihni, do e trazojmë pak dhe do t'i vendosim lugën e drurit brenda, për arsye që supa gjatë zjerjes mos të na derdhet, se krijon atë shkumën. I trazoni pak në një moment që ta fshuani atë shkumën që ngrihet përpjet, dhe siç e shihni, perimet në nxjerr të gjitha. Do të vendosim brodën e pulës ose perimet, erëzat, kurkuma, rigon, piper të zi dhe spes të bluar djegës. I vendosim, i trazojmë pak dhe tani do t'i grim me blender për të përfituar një mas kremi. Pak më përpara, unë kam hequr disa karota edhe disa lule të vockla brokulli për t'ia hedhur në fund. Ja, siç e shihni, ja vendosim tani që ne ta ndjejmë sa më mirë atë shijen e brokullit, po dhe të karotës. Dhe pse karota ka atë shijen e ëmbël, po është e ushqyeshme. Është shumë e mirë për fëmijët tuaj mbi moshën 1 vjeç. Tani do të presim vezën me limonin për t'ia vendosur supës. E rajmë vezën mirë, ku të formohet një masë e njëjtë, do të vendosim një gotë ujë të ftohtë, e përziejmë bashkë, edhe më pas do të vendosim lëngun e gjysmë limonit. E përziejmë dhe tani do fillojmë të neutralizojmë temperaturën e vezës me supën që po na zihet. Vendosim 2 deri në 3 lugë derisa temperatura e vezës të jetë normale, që mos të pritet e supa kur ta vendosim. E trazojmë të prapet, sepse supa shumë e nxehtë dhe mund na pritet veza në këto momente, por në momentin që do ta hedhim supën, do ta trazojmë shumë shpejt. E kemi neutralizuar dhe temperaturën e vezës, tani do ta vendosim ke supa. Gjatë kohës që do e vendosim, do e trazojmë shpejt, që mos na pritet, të sigurohemi që veza mos të na pritet dhe këtu. E trazojmë dhe do ta lëmë vetëm për disa sekonda sa të marrë atë valën e vet. E trazojmë, supa ka dalë super, mrekullueshme, ja. E mori dhe ato 2-3 valët e para dhe tani do ta heqim, ta vendosim në supierën në nënpërkatëse. Ja ku e kemi. Tani supa është gati për ta servirur. Marrim me nënpërkatëse për të vendosur supën dhe më pas do e servirim. Shifeni si është bërë supa, është bërë e mrekullueshme. Kremozo, shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Është e ushqyeshme dhe për fëmijët tuaj, siç e theksova më lart, për fëmijët mbi moshën 1 vjeçe. Ja ku e kemi, do t'i vendosim pak piper të kuj sipër. Kjo varet gjithmonë sipas dëshirës tuaj. Ja ku e kemi supën për ta servirur. Ju bëf të mirë. Tani të marrim lugën dhe ta shohim se sa e mirë dhe sa kremozo na është bërë supa. Shifeni, është bërë e mrekullueshme. E shijshme po dhe me shumë vlera ushqyese. Faleminderit që ndiqni videot e mia. Edhe miru takoheshim në video të radhës. Do të dëshiroja shumë që këtë video, këtë recet të supës, ta përgatisni enkas edhe për fëmijët e tuaj të vegjël, sepse është shumë e ushqyeshme. Shifeni sa e mrekullueshme ka dalë. Është me plot vitamina, gjithashtu edhe shijshme.